Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 21 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Njëste një qershor. Ngjarje 1788. Kushtetuta amerikane hyri në fuqi kur New Hampshire u bë shteti i nëntë që ratifikoi. 1937. Në Paris, kabineti i Frontit të Bashkuar i Leon Blumit dha dorëheqje. 1940. U martuan Richard Nixon dhe Thelma Catherine Ryan. 1941. Ushtarët gjerman hyrën në Rusi nga Arktiku, drejt detit të Zi. 1954. Shoqata amerikane kundër kancerit raportoi për një numër të konsiderueshëm të vdekjeve në mesin e duhanpirësve, krahasuar me jo duhanpirësit. 1963. Franca bëri të ditur se po tërhiqej nga flota e NATO-s për Atlantikun e Veriut. 1985. Shkencëtarët e klaruan se një skeleti i ekshamuar në Brazil ishte i kriminalit nazist të luftës Joseph Mengele. 1990. Nga tërmeti në veri të Iranit humbën jetën rreth 100.000 njerëz. 1993. Në Madrid 5 zyrtar të lartë ushtarak dhe 2 civil humbën jetën nga sulmi me një autobomb. Lindje 1953. Lindi Benazir Bhutto, ish kryetare e qeverisë së Pakistanit. 1955. Lindi Niaz Omerovic, shkrimtar dhe piktor bosnjak. 1961. Lindi Manu Chao, muzikant francez. 1978. Lindi Erika Durance, aktore kanadeze. Vdekje 1914. Vdik Bertha von Suttner, letrare dhe pacifiste austriake. 1957. Vdik Johannes Stark, fizikant gjerman. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e muzikës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Victor Meyer, i cili ishte një kimist mjaft i njohur, i cili ka dhënë një kontribut mjaft të madh në kimin organike dhe në atë inorganike. Ai ka lindur më 8 shtator të vitit 1848 në Berlin dhe ka ndëruar jetë më 8 gusht të vitit 1897. Ai është më i njohur për shpikje një aparati për përcaktimin e densitetit të avullit, aparatin Victor Meyer, dhe për zbulimin e tiofenit, një përbërje heterociklike. Jeta e hershme. Ai lindi në Berlin dhe ishte djali një tregtari. Prindrit e tij ishin hebrej, megjithatë ai nuk është rritur në mënyrë aktive në besimin hebre. Ai hyri në gjimnaz në moshën 10 vjeçare, në të njëjtën klasë me vëllain e tij më të madh. Meqense kishte aftësi të shkëlqyera shkencore, dëshira e tij për të bërë aktor bazohej në dashurinë e tij për poezitë. Në një vizitë nga vëllai i tij, i cili studionte kimi në Universitetin e Heidelberg, ai u tërhoi shumë nga kimia. Në vitin 1865, kur ende nuk ishte 17 vjeç, por i shtyr nga prindrit e tij, filloi të studionte kimi në Universitetin e Berlinit. Pas një semestri, Meyer shkoi në Heidelberg për të punuar me Robert Bunsen, ku ai dëgjoi gjithashtu leksione mbi kimin organike. Puna. Meyer qëndroi një vit në Bunsen për një analizë të gjerë të zonës së ujit të burimit. Përveç kësaj, ai ishte gjithashtu në gjendje të jepte mësime të doktoraturës. Gjithashtu, nëpërmjet punës së tij, ai ka dhënë një kontribut mjaft të madh. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të Balsam Apple, ose siç njihet në gjuhën shqipe molla e balsamit. Fruti i mollës me ngjyrë portokalli të ndezur ose mollës së balsamit është ndryshe nga mollët që janë të njohura me farat e tyre të shumta. Ky frut gjendet në zona tropikale të Azisë, Afrikës dhe Australisë.
Disa nga përfitimet e tij shëndetësore janë: parandalon sëmundjet e zemrës. Fruti i mollës së balsamit nuk ka kolesterol dhe më pak yndyrë, kështu që ndihmon në mbrojtjen e zemrës. Sëmundjet e zemrës zakonisht ndodhin kur trupi ka një sasi të tepërt të yndyrës, duke përfshirë kolesterolin, dhe për rrjedhoj, frutat mund t'i parandalojnë ato. Mbështet një lëkurë të shëndetshme. Frutat e mollës së balsamit janë të pasura me vitaminë C dhe ndihmojnë për një lëkurë të shëndetshme. Rrit sistemin imunitar. Vitamina C është një nga antioksidantët që janë të zakonshëm me aftësinë e tyre për të forcuar sistemin imunitar. Sistemi imunitar është një gjë e rëndësishme dhe për këtë arsye frutat rekomandohen për ata që janë duke bërë shumë aktivitete. Përmirëson shikimin. Vizioni do të përmirësohet duke konsumuar fruta, modhi balsam, duke qenë sa përmban një sasi të lartë të vitaminës A, e cila ndihmon dhe mbështet vizionin. Për më tepër, ai mbështetet dhe nga antioksidantë të tjerë që mund të parandalojnë disa gjendje si katarakti dhe madje dhe verbërinë e natës. Mbron sistemin tretës. Fibrat janë një substancë që dihet se mbrojnë sistemin tretës në trup. Fruti i mollës së balsamit ka 2.40 gram fibra dietike, të cilat do të mjaftonin për të kujdesur për sistemin tuaj të tretjes nga disa kushte. Forcon kockat. Fruti i mollës së balsamit ndihmon në forcimin e kockave për shkak të vitaminës K, si dhe antioksidantëve të tjerë që përmban. Kockat do forcohen jo vetëm nga sasitë e mjaftueshme të kalciumit, por edhe nga vitamina K, ku shumica e njerëzve nuk shqetësohen për këtë. Përveç kësaj, kjo vitaminë gjithashtu mbron kockat nga një gjendje e tillë si osteoporoza. Ndihmon për të humbur peshë. Duke qenë se përmban mjaft fibra, ajo ndihmon për të humbur peshë. Nxit rritjen e flokëve. Vitamina C e gjetur në mënyrë adekuate në frutat e mollës së balsamit ndihmon në nxitjen e rritjes së flokëve dhe jep atyre një shëndet të mirë. Territori shqiptar për datën 21 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në relievet malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm pa reshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 33 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 29 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 33 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 31 gradë Celsius, Kavaj 20 deri në 31 gradë Celsius, Elbasan 20 deri në 33 gradë Celsius, Berat 20 deri në 34 gradë Celsius, Korç 15 deri në 28 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 31 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri në 31 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 21 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare, ndërsa reshjet nuk priten në pjesën më të madhe të territorit.
Paraditja do të ketë mod kryesisht të ftjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 13 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 28 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 28 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 28 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 28 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.